Kur e sheh kryeministrin Kurti, cili është menimi I parë që të vjen në mendje? Menimi I parë që më vjen në mendje pa tentuar ima gjatë është përçars. A morëm në isan që të me pi? Ja, na qite ketë që ta është. Para 2 vite, kom tentu me ardhë me investu qëtu. Edhe erdha, kom pas një ide me do shok, me bo dhe me onë reciklimin e mbetjeve të ngurta në për punishte. Të mon direkt stagnua në pikën e parë, nuk mujta me shku kërkur. Se qyshke në vazhdën e intervistave dhe diskutimeve që po I boj me kandidat për deputet në zgjedhjet e ardhshme, unë sot e kom nderen që e kom përball Mehmet Klinakun, kandidat nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Klinaku, të falenderoj që pranove që shto me u intervistu si spontanesht. Faleminderit edhe për te e burim, edhe më vjen mirë. Jo rastisht e lam takimin këto para kuvendit të Republikës Kosovës, mas pari çka do me thonë ky institucion për ty, Mehmet? Për mu ka vlera shumë të mëdha si Mehmet, edhe sa I përket edhe asoj që jam të përfaqësuar diasporën, me ardhur që ty edhe me shpalos të tema që unë mendoj që kanë interes shumë të madh për Kosovën. Po besoj që kjo pas zgjedhjeve ko me konë si shtëpia jote e dytë. Si shtëpia jam e dytë, bravo, po. Edhe mendoj që kam çka më dhon atë aspekt. Mehmet, ti jeton, do me thonë, Nymberg, je nga Nymbergo. Je nga Kosova, por jeton në Nymberg. Bravo, unë jetoj në Nymberg, që një 16 vjeç, 17 vjeç ashtu. A të kujtohet kur ka qenë momenti kur ke migru, çka të ka shty me migru, cila ka qenë arsyeja pse ke migru, edhe cilat kanë qenë sfidat e tua më të mëdha, prej një realitet tjetër me kalu. Me të kallëzu drejt bërim, unë kujtohet shumë mirë, kur dilësha me prit edhe tafërmit e mi që vishin për hegemonie, të stacioni autobusa, për shembull, ku e kena pas një pikë që prit shumë vllaznit e motrën e kur vishin, edhe kisha një far ambicie me dal edhe unë me bë diçka në atë aspekt. Jo që I kom pas në shta kushtet jo të këshia, se ata tentojshin me më ndihmu mua edhe me studiu këtu, edhe me përfundu një far shkolle, po ambicia e njerit, po të çeke tani me bë një far me tentu me bë diçka më shumë, edhe si për personazhin tem, për shembull si Mehmet, por edhe si për familjen. Tani kur I mriva që të dyja tentuam me xhanu terrenin me mujt me ndihmu edhe. A ke shku realisht kështu tamam si çdo qytetar tjetër, ja ke nis prej fillimit. Ashtu kështu me thonë prej fillimit çdo sa. Edhe ke arrit me ndërtu një kompani e cila me atë sa mujta me pa informacione se kërkova në internet I ki rreth 100 punësum. Po, shumë me vene, kina dikun për mi 100 punësum. 90% janë shqiptar. 90% shqiptar. Po, I kina veç se përket zyres janë stafi që punojnë për zyre, janë gjerman, ama tjerë në për punishte, në për projekte, në për ndërtime që jem këtë shqiptar. Apo më tregon Mehmet qysh e sheh Kosovën tash prej këndvështrimit si një person që ka dalë prej Kosovës, jetën diaspor, ka kriju biznes atje, I ka kriju rrethin, gjanat, edhe qysh është realiteti I Kosovës kur e kqyr prej larg, kur e kqyr prej distancës. Çka të pengon, çka të shqetëson më shumë, cilat janë sfidat më të mëdha nashta edhe të njerëzve të diasporës, kosovarëve, shqiptarëve tjerë në diasporë që jetojnë, edhe sa të ka me pas ndërveprime, interaksione me ta, çka të kanë thonë. Na këtë temin e Kosovës e përmenëm shumë shpesh atje. Edhe nuk e tentojnë atë me bon dasi, po bëjmë tonë bashkë për një qëllim ose për një diçka me orë me investu qëtu. Kosova unë shoh që ka vend shumë për investime. Domethënë sa përket çdo shqiptar që kam rrinë diçka në shtetet evropiane, në shtetet në mërgatën përgjithësi kanë mundësinë me dhënë shumë për këtë vend. Për zotin, janë shumë njerëz zot që kanë mërri, bile 5 vjeçarën e mram kanë mërri shqiptar shumë diasporë në mërgat. Edhe ata kanë shumë me dhënë për këtë vend. Vetëm jam mënyrë është që unë qyshe shumë në atë atjet Kosovën është që nuk ka një farë vullneti me thonë një farë me I qu do projekte për para që minimu shoqënisë, minimu njerëzve qëtu. Kur po thu nuk ka vullnet, apo e menon nuk ka vullnet institucional? Institucional, institucional, po. Sa I përket njerëzve na jem si këtu si atje, unë pikë jem shku. Nuk gëzojna me tentu me bëhat ndasi valla diaspora ose njerëz të jashtë, po ja që tu njerëz të këtu na shku atje. Po ju kna qos rregullave, ligjit, do sene që ti kushtëzon ty mos me dal jashtë aty në korniza. Edhe këtu me tentu çato sene mi pru institucioni
Nuk kena nevojë me shpik kur gjë. Na duhet veç me kompjuter sa ne, mi kështu që kanë bërë tjera shtete, edhe me shku përpara. Para 2 vite, kum tentu me ardhë me investu qëtu. Edhe erdha, kum pas një ide me do shok, me bë domethënë reciklimin e mbetjeve të ngurta nëpër punishte, Po kur erdha këtu, domethënë hasa me të kallëzu drejtash nuk po duhet edhe me hi tash në detaje, po pika jam kryesore që deshta me marr informata ke Ministria e Mjedisit, se ajo merret edhe me ma shumë me qitë qashtje, por nuk hasa në asnjë njeri që mund me më çu dikun. Domthon direkt stagnova në pikën e parë, nuk mujta me shku kërkon. Se çyshke eksperjenca jote, a nuk të merrshin shumë parasysh, a gjetën probleme burokratike, a ku ke mas shumë të problemi so ke mujt me vrejti? Hapin e parë që i bona këtu senet sa i përket Arabikës, me hap biznesin, ato i kryva komplet. Si procedura domthon me një kontabilist që e kam pas, edhe dashëm tani hapin të dytë me vazhdu domthon te institucioni me shku te Ministria e Mjedisit. Edhe esenca ke që asnjë njeri nuk na tregoi ke çka mujna me bë. Unë i kisha nxej durt pak se ka gjaftoft. A morëm në isan që tu me pi. Përshëndetje, si je, qish po kalon? A je mirë? A i bune qëto gati për neve, a? Me ujtë volë diçka gjithqysh, unë e kisha morë një qaj, ti me met për qaj? Qa shtu e dhënë, po? A, qëto, mis gjellë, okej, perfekt. Po e morëm që se fruta mali, unë e mora qaj të zi, jo, valla qaj të zi. E kisha morë edhe unë e fruta mali, a del në qytet, shpesh kur vjen knej, apo... Në qytet? Po, Prishtina? Po, në Prishtinë. Në qytet dalë shumë shpesh, edhe e preferoj shumë të me dalë edhe në Prishtinë, edhe në Vushtrë, edhe anë nga vi, se është një sen që qytetarët të ofrojnë shumë një ngrëtësi të madhe, edhe si diaspor, për shembull, edhe si mërgat, e kini një priti shumë ngratë, pa marrë parasysh So do qëto? Ja mirë, A e ka kry dikosha? ja pime e keni. Ja, na qite ketë që tashti. Hajtë se e kryin dikosh me i stopit që tashti. Ej, fajmderit shumë, respekte. Kalofshi mirë. So keto e full për ngrëtsin që e merë kur vjen, që kjo ke një prej... Direkt do me dhonë, po, gjesteve. Cili është problemi më i madh i Kosovës aktualisht? So e sheti, so ke mujt me vrejt. Si Mehmetun e qatë vlerësimi që më i me bona, është edhe në real sa i përket qësoj teme është, thash edhe duhet me përsërit dhe herë bashkëpunimi me shqiptarëve, për zote. U shumë e nevojshme, unë është shumë të nevojshme me bashkëpunu bashkë. Me lanë këtu ndasit partijake, me këqyrë me esë për para, se partia funit është veç një zgjedhje që të shë që me të që për para si shtetë, po bashkëpunimi është shumë elementar. Unë e përshë që ndasia po vjen për një partije, për shembull që s'kena nevojë me tentua nëjna, as me ofendu, as me bokërgjë, po njerës që janë shumica tje unë që i shë, që shkojnë të ditën e për puna, edhe në fund ditës këthejen, nuk kanë asko mu marrë me ofendime, me komentime të paksen. Unë ezitoj vetë si me komentu më spore. E lemo me ofendu t'i kanë tjetër, se plus, edhe tendenca me komentu t'i qka shnosh, me dhoni mendim për një politikë caktume në Kosovë, po merë dhe po hasë ndë, që me thonë, ndo ofendime për i poles tjetër pa marrë parasysh pse. Ose je me mu, ose je kontra me je, nuk kam i deset. Njerës duhet me të po këto si shumë shnoshbe, se jena një shtet demokratik, jem ka ecën për para, me njerë duhet me pas edhe mendimin e vetë lirë. Me thonë edhe një mendim që si pëlqen dikën. A është që kjo një për arsye pse ke vendos do me thonë me kalu në rodhët e aliancës? Thamë drejten arsyeja më madhe. Arsyeja më madhe është që kjo në fakt se e kom gjetë edhe vetën në atë aspekt që i kam të alianca, kom gjetë vetën shumë, se ma kanë leju që të farfush veprimin si Mehmet me kontributi diçka pa të cenim. Nuk kom desh me ma cenu, me thonë, jenë këtë drejtim kime lobu, ose kime bo diçka, ose kime tentu me fol, po e kam drejtën e Zotit pejtonëve dhe të për shembull me thonë mendimin tem pa marrë parasysh shka. Të zojna mas ditës zgjedhjeve fitëm votat e nevojshme, edhe fillon punën normalisht si deputeti i Kuvendit Kosovës. Cila ka me qenë kauza ma e madhe për cilën kime luftu? Çka kime u munu mas shumë ti me shty për para në Kuvend? Ka shumë tema për zotin, që unë e isha që Okej, hajde i na diskutojna pak. Një prej temave kryesore është që ajo tema që shqiptarët me tentu mu bashku në biznes. Unë shoh që tema kryesore e shqiptarëve për shembull, asnjë nuk qyrëm qysh mi prun njerëz për mërgate,
e akuzojnë atë gjithë institucionin shtetin pse pi lejon me dalë. E çish zgjidhet ky problem me? Që kjo zgjidhet kur unë si Mehmet për shembull, që kom arrit një biznes, i kam që tash për shembull një 5-16 njerëz që e din punën në kompaninë tonë, që ata njerëz me orë investori edhe me orë njëri kualifikuar që din një punë, një lami të caktuar, zdrogtari, një kolma, çdo lami të caktuar, kur të vjen ai edhe ka një farë oferte nga shteti për shembull direkt, që mund me bashkëpunu bashkë, ai vjen edhe punëtori. Vjen edhe tjetrin ndihmësi vjen. Edhe kiti një mënyrë shumë të thjeshtë me qasë aty në njerëzve. Okej, Mehmet, unë i kam disa foto këtu në telefon, po du me t'i tregu të figurave politike edhe ti ki me më thonë një menim të shkurt çka menon për secilin. E boj? Po mëre, bojna. Shembull, kur e sheh kryeministrin Kurti, cili është menimi i parë që të vjen në mendje? Menimi i parë që më vjen në mendje pa tentuar ima gjatë është përçars. Përçars? Po. Do me thonë që ashtu e enkapsulon. Shumë. Qëta kam të marrë mendimin e parë, që ta thash direkt. Okej. Pa dosht me hi ma ne, i thuj. Neve na duhet bashkim. Kur e sheh zotin Ramush Haradinaj, cili është menimi i parë që e ki? Legjendë gjallë, që më thonë. Është një individ që ka thonë shumë për Kosovën. Qysh është raporti jot? jot? Gjëna me tentu unë tani me dredhu ato, një të vërtet që është që po vinë edhe njerëz për Amerikës sot dhe po thonë kush është Ramushi. Kur një njeri kur kon çaq që më thonë që nuk e ka tentu kur me tregu për veten ose me kallëzu çfarë fuqi e ka, po dosh me orë tjetër kush edhe me kallëzu kush është Ramushi. Okej, e kam tjetër i shkojmë, mos këqër. Jo. është zoti Bedri Hamza. Çka menon për Bedri Hamza në shembull? E kam një respekt veçantë pa marrë parasysh se diaspora është një njeri që tenton me i bashku njerëz. Ibrahim Presidenti Rugova, po. Qa me thonë, në atë kohë kur kanë rrujet, kjo im konë shumë i rinë është, po që akum në gjupi tjereve, e ka posë rolin kryesor në është me ju tregu botës që pas ka shqiptarë dikon. Me t'u jep mundësia që ta shte, me mu liru do me thonë mi pas krejt hapësirën e mundshme zhvillimore dhe burokratike të favërshme, ku kishe investu në Kosovë? Në cilin digaster, qëfar biznesi kishe investu aktualisht Kosovë që e vrenë që ka hapësirë dhe mundësi për me... Unë qëshe përmena dhe me thonë edhe bujësia, po edhe në drejtim, bujësia, kur të punohet bujësia tani me pjesë më të madhe, me një masivitet më të madhe, është edhe çmimi më i vëlefshëm kur e shet, se ti kur në shumë e punu një hektar, në shumë 50 hektar, se produkti prodhimi është shumë më i madh dhe ki çmimi më të ulët. Po unë si Mehmet kur e shoh që ka pas ose ka nevojë shumë të madhe, mu investu në sera. Sera? Në sera për shembull që janë masive, jo në sera që janë 10 metra me 5, po me hektar për shembull. Të bashkës këse. Të bashkës që kena pas nevojën tonë për shembull në katën. Amo nuk e shoh që ajo është më e nevojshme, po 7% po lypet tregu, po lyp shumë më shumë se përpara. Edhe duhet më ofru tregu të çalyp për shembull. Çat aspekti duhet më pas edhe çat drejtime për nuçi, ka sera shumë të mëdha që ka të prodhimtarik shumë të madhe dhe merren njerëz me to, ka punë, mu pas i privilegj, mos me hezitu njerëz me bë atë punë, po me bë me vullnet, edhe me pas përfitime ashtu kështu të më të mëdha si punëtor që merren me atë punë edhe si biznesmen. Okej. E shoh shumë të leverdishme, unë për vete e shoh shumë një sen që ka sot për sot se që për shumë çmimet na që janë të shku të rrit për sen e bio që janë po paguar shumë më shumë. Në stop. Se sot për sot e kem një ushqim në ashta ju gjithë shëndetshëm që me këqyr me tentuar drejtim, po pagun njëri edhe shumë më shumë për një diçka që është bio. Ato i kena mundësi të na bile si Kosovë shumë më të mëdha se Shqipënia. Shqipënia i ka në 72% territorit i ka mal. E ka mundësinë e vetme për shembull që si produkte me marrë pi Kosovë, me bën një farë kombinimi Kosovë-Shqipëri. Është thjesht, kjo s'bëhet me individa, me Mehmetin, kjo bëhet me institucionet, me ministrijat e caktuara për shembull në atë aspekt që se di, ka shumë, unë për zotin i shoh shumë sene që janë shumë të nevojshme edhe me tentu me boçat në qatë drejtim si biznesmen, po do të mbështetje shumë e madhe institucionale për shembull me tentu dy palët me pas përfitime. E kam një parim kështu në përgjithësi interesin e dyanshëm e shoh gjithë që të ndihmon jetë pa marrë parasysh qysh. Okej, Mehmet, po i afrohemi fundit, cili është numri jot për fond në fletvotime? Numrin e kam 39, para një javë i komush 39 vjet.
Apo? E për që ta kom zgjedhur numrin 39. Një mesazh të fundit për qytetarët, njerëzit që e shohin këtë video. Mesazh që kam me thonë, domethënë bashkëkohën tonë të votojmë subjektin e Aleancës 129 edhe Mehmetin pse jo me numër 39.